Banesa e familjes Çipi në fshatin Fullqe të bashkisë të Klosit vijon të jetë në rrezik nga vërshimi i ujrave të shiut që mblidhen nga lart dhe kalojnë përmes kanalit Vaditës. Kryefamiljari Sami Çipi thotë se ky problem po e ndjek për një dekade e askush nga të zgjedhurit vendor nuk e ka zgjedhur si problematik. Kryefamiljari shpreh se ka bërë pafund kërkesa ndaj pushtetit vendor, por deri tani problemi i tij nuk ka marrë zgjidhjen e duhur. Sami Çipi thotë se nuk është eliminuar problemi i rrjedhës së kanalit Vaditës, edhe pse ajo betonua pak javë më parë. Sipas tij, uji që rrjedh nga kanali Vaditës, sidomos kur ka rreshë shirash, mbush katin e parë të banesës, gjë që nuk ndodhte para viteve 90. Po kjo shifet vetë veni, këto pa veni, gjitha e bo, ku e punon ngeli edhe nuk bëhet mo, s'ke kujtumë, s'ke që me thonë. Kjo ka shish, po në basi qupë, s'ke që në basi, me bedi hëgjë, Ata po të ndërën e vonë, se bon, kjo po, e gjithë kjo po, ka nërë të kanë bo, dhe bon. Nuk di që të thonë, po e shemë është lesa së ka ujë me së ka bjo, a e pa thëmet, të e që shifa të jafër. U të dërën të qëfar mu ja bonë atë kohë. Ata janë dhe këto qjetë, këtë i thonë, po, janë gjona që i kanë lonë tjetë edhe këto të shë kanë vështirë. Se kërë e po të ratë një lonë, një po, se kur e bojnë fillim të se kur e bojnë për tjetëri. Dhe kom dhe një vit, pa hyre pa delë, duke me gjë, me lëpë, me gjë, se nuk të po ka dalë, i bojnë e thagu që në gjithë në gjë, një vit pa delë këto. Nuk ka qenë, ku e në veç, nuk ka qenë ki ullë. Kalot e kanali, po shtë regula. Sot janë gjithë ujnat, nuk ka shane ligjë, gjithë ure që mire për plasën nga ne. Nuk dhe me gjithë ure, e ka këthe ujtë atjeti, për atje e bekve, vje putë këne, edhe shka për po. Kryefamiljari Sami Çipi ju bën thirrje dhe një herë autoriteteve që të ndërhyjnë në rregullimin e kanalit Vaditës, i cili gjatë dimrit është edhe si mbledhës i ujrave të shiut në mënyrë që banesa e tij të mos rrezikohet më.